ka qenë i dashtën edhe me bashkëluftarët e tij, ka qenë i dashtën edhe me civilët, për arsye se gjithë e dinë se në këtë zonë, domethënë këtu në Karadak ku ka vepruar brigada 113, ka pas një numër të konsiderueshëm të civilëve shqiptarë dhe Fadili ka qenë i afërt edhe me civilët, banorët e këtyre fshatrave këtu në zonën e brigadës 113. Ka qenë i dashur, i afërt të gjithë shqiptarët dhe të gjithë gjeneratat e reja, të cilat janë lindë mas luftës Kosovës, mas luftës Preshevës, mas luftës të shqiptarë shqiptare kombëtare këtu, duhet të jenë krenar me gjithë bashkëluftarët e Fadil Limanit, me Fadil Limanin dhe me gjithë dëshmorët e cilat kanë rënë, për arsye se historia më e re e shqiptarëve, kudo që janë, është historia e krijimit të një ushtrie, ndoshta do kisha thënë mas kohës Skënderbeut. E veçanta e komandantit ka qenë njeri i afër, shok, mik mbi të gjitha. E tjetra ka qenë një strateg që realisht rezultati i generalit ishte pasojat më të vogla që ne kemi pësu në këto hapësira. Ka qenë edhe general, edhe ushtar, edhe gjithçka ka qenë. Nuk ka qenë vetëm një epror, po ka qenë më shumë se një epror. Ati do t'i thuhet komandant taman edhe luftar, si Fadil Limani, shumë rrallë ka si komandanta bashkë me luftar me qëndru në vit frontit.